Ali Mehmeti, duke qenë se kanë kaluar shumë vite dhe në fakt edhe mua më kujtuan ato kutit e varura tek pemët ke kafenete qendrës Tiranës edhe për natën e Vitit të Ri ku zoti Rama nuk e zbukuroi qytetin për të dënuar qytetarët, po vuri kutit, pra i kërkoi kaq shumë gjatë votat, në 2025 mbas kaq shumë vitesh, kjo hapni kutit realisht më tregon që e vërteta e mungesës së besimit, që zoti Bido tha që PD-ja do fitonte, në fakt është edhe më e gjerë se kaq. Ishte mungesa e besimit se vota e tyre në kuti do numëroj, apo do vlerësoj, apo do kishte peshën që duhet. Në këto studio ku jemi tani, unë e kam thënë, në qoftë se mban mend Endri, që unë atë që dua të shpresoj dhe të di, është nëse ata 200.000 vota që i munguan Partisë Demokratike do të dilnin, do të ringriheshit të dilin nga shtëpit, në momentin që ishte një vull, ishte një emër, Partia Demokratike fitoi të drejtat e saj dhe pati një vit kohor në një farë mënyrë për të ngritur frymën. Ajo që mua më trëm tani për vazhdimsinë e së gjithës, pra të gjithë skenarit të përzierjes politike shqiptare, është fakti që jo pak, po mbi 200.000 qytetarë që qëllojnë të jenë shumica nga Partia Demokratike, se jo vetëm, përsëri kanë pasur mos besimin që vota e tyre do të vlente për të ndryshuar gjithçka në këtë vend. Në dijenin time është një qarkore për Tiranën, sepse zoti Bido flet për Vlorën, por Partia Socialiste ishte aq e bindur në shifrat që do arrinte dhe është aq e mërzitur që nuk arritur 84-ën për të mos qenë në një farë mënyre e varur nga Partia Social-Demokrate, të cilës donte ti shmange që ti duheshin votat për të bërë shumicën e cilësuar, sa që këto ditë që flasim, është lëshuar një qarkore ku i kërkohet llogari, emër për emër, pse nuk kanë dalë socialistët të votojnë që nuk u kap mandati 20. Pra ata kishin një plan të miruar se ku donin të shkonin. Plan politik, nuk po e them plan të keq, pra plan politik që duheshin 84 votat. Prandaj në këtë situatë, mua që kam kaq vite që e shoh zgjedhjet, them që është imediate, që duhet të ecej paralel nga ana e Partisë Demokratike, edhe me analizën, sepse nuk dolën këto 200.000, dhe ti të vazhdosh për pretendimet e tua për zgjedhjet në të gjitha instancat normale. Në momentin që ti e lën analizën, e shmang dhe thua që unë do pres një kohë të dytë për të parë, çdo gjë kam frikë se do fashitet, siç ka ndodhur në të gjitha proceset e tjera, dhe kur janë bërë analiza formale në opozitën shqiptare dhe nuk është ndrequr asgjë. Nëse ka zgjedhje ku realisht Partia Demokratike dhe jo vetëm duhet të ecin me dy drejtime, pra dhe të vlerësojnë si ka qenë procesi, të bëjnë luftën e tyre pra ndërkombëtarëve, por të shohin dhe kanë vetja, janë këto zgjedhje. Se fakti që ne, unë kam në krah, zotin Ali Mehmeti, të cilën fakti i votave është i tillë që është 2 mandate gati për Tiranën, por situata e listave e bëri që të mos hyn në kuvend, atëherë më falni, por unë si njeri që jam gazetare, por me besimi kam përkitur së djathës, them ka diçka që nuk shkon këtu. Dhe ndoshta kjo frymë që nuk e futi Ali Mehmeti në kuvend, është ajo frymë që nuk nxori ata 200.000 njerëzit nga shtëpit. 250, po të leja të mbaroj, po 250 është nuk unë e rumbullakos. Përbërja aritmetikore e koalicionit të 2020. Nuk jam ka që saktë në aritmatik në përgjithësi unë. Do malesh të mbaroj për teleshikuesit? Për teleshikuesit, totali i votave që i mëngoi koalicionit Partisë Demokratike Shqipëria Madhështore në raport me ç'ishte koalicioni edhe partitë që i përkisin opozitës 2021 është rreth 250.000. Tani një pyetje kam për ty, po shumë shkurt, ti mendon se një deputet Partia Socialiste nuk e gjen dot në parlament, si që janë sot për ta bërë të vetin, kaluaj. Nuk janë situatat njësoj. Në legjislaturën e kaluar, zoti Çela kaloi nga njësia, kaloi me Partia Socialiste. Sepse në këtë ndryshojnë pak situatat. Jo, okej, mund të ndodhi. Dritani, jam dakord me ty, por është pak më, do ta ketë pak më të vështirë. Pse? Sepse lista e Partisë Demokratike është listë besnikësh. Doshën 3 deputet, Tom Doshën. Pikërisht pra nuk ka dashur. Unë mendoj dhe sot që Partia Socialiste nuk ka dashur, sepse nëse do ta shohësh ka qenë sulm frontal. Pyetja ishte ta ketë në grupin e saj të vetin parlamentar. Nuk do ta kesh kaq të lehtë. Nuk do ta kesh kaq të lehtë pra këtë radhë. Në vahun e DS i tha dhe kryetarit, Kristiani tha, kjo mosuar në 2 porta. I tha se aty e humbi të 84-in.
Në baun e ideja se Në unë. rregull, dhe prandaj mendoj që këtë radhë do ta ketë pak më ndryshe duke qenë se duke parë listën Gjavës që ta mendon se ka ku i gjen, jo 1, 3 gjen kur ti duhen për kode ose për... Ideja ishte që ta ketë në grupin e saj parlamentar, siç mori Agron Çelën, që u bë pjesë e grupit parlamentar socialist, pra ishte LSI. Dalë se s'ka filluar Po pra unë këtë po them, pra unë pa dashur të paragjykoj integritetin e 140 deputetëve që janë zgjedhur, unë them që besoj një po të doj mund ta gjej pa kaluar në aleancë. Megjithëse zoti Doshit, ne kemi pasur përfaqësues zoti Doshi në studio, e kemi nxjerrë dhe me zë dhe me figurë, ka thënë që votat tona janë për Partinë Socialiste, pra e ka deklaruar hapëzi. Po, ata e kanë deklarat hapur. Bido çfarë do të shtojë se i dash fjalën të gjithëve që të mund Po, patjetër. flisni nga Analiza e thatë numerike, më bezdis.